Kush. Nuk ka. Kështu që mos e ke mundësinë që të mos bëhesh shisharak. Po përsëri aty dhe argjon kohën me çdo lloj ignoranti që të shkruan broshulla ka shumë halle, ky vend dhe ju duhet të jeni në krye të vendit. Kjo është pjesë e punës time dhe harrojeni këtë gjë. Unë jam në krye të punës. Dhe kjo është pjesë e punës time dhe unë nuk i konsideroj ata me të cilët komunikoj ignorant që nuk meritojnë vëmendjen time. Pavarësisht se janë kundërshtar, pavarësisht se përcjellin këtu të gjithë helmin që marrin nga këneta, unë i konsideroj shqiptar të barabartë, edhe në të drejtën që të komunikojnë, edhe në të drejtën që të debatojnë me kryeministrin. Dhe kjo është pjesë e punës time. Unë nuk rri këtu për qef, unë rri këtu sepse e kam për detyrë të ndërtoj këtë komunikim dhe e ndërtoj këtë komunikim sepse duhet të ekuilibroj sadopak që t'jetë mundur gjithë ato lum që derdhet nëpër shtëpitë e shqiptarëve nga ekranet çdo natë, apo që derdhet në syt e shqiptarëve nga ato pasqyrat e celularëve në çdo moment që hapin dhe futen nëpër portale, nëpër kanale. Edhe kjo është arsyeja pse në një përpjekje modeste unë përpiqem të ndaj fakte me njerëzit. Mos vra mendje vetëm ti e ndërtove këtë vend. Jo më këtë vend e ndërtuam dhe po ndërtojmë së bashku me shumë njerëz. Me shumë njerëz. Dhe fal aleancave që kemi ndërtuar. Kemi ndërtuar aleancat më të forta që ka pas Shqipëria ndonjëherë. Më të fortat. Kemi aleancat më të forta që ka pas Shqipëria ndonjëherë. Qoftë në perëndim, qoftë në lindje. Qoftë me botën demokratike perëndimore, qoftë me botën arabe. Qoftë me Bashkimin Evropian, qoftë me Turqinë, qoftë me Shtetet Bashkuara, qoftë me Emiratet e Bashkuara. Kështu që të gjithë kanë ndihmuar dhe të gjithë kanë ndikuar dhe të gjithë do vazhdojnë ndihmojnë dhe të ndikojnë. Nuk i ka pas Shqipëria këto aleanca evropare, i ka pas teorike në letër. Vetëm të shohësh referimin që i bëhet Shqipërisë në arenën ndërkombëtare sot. Vetëm të shohësh vizitat që bëhen sa krerë shtetesh kanë ardhur për herë të parë në histori në Shqipëri. Ja, mbas një muaji do të vi në vizitën e parë zyrtare, e ka kërkuar të vi përpara samitit kryeministri britanik. Asnjëherë një kryeminist britanik nuk ka ardhur në Shqipëri për vizitë zyrtare. Ka ardhur një herë Tony Blairi për të shkuar në Kukës, kur ishte kriza, por nuk ishte vizitë bilaterale. Është hera e parë që zbret një kryeminist britanik, hera e parë që zbriti një president i Francës për vizitë zyrtare bilaterale. Do të vi përsëri. Dhe ka pasur plot të tjerë që kanë ardhur për herë të parë. Pse, si, nga që ky vend po vdes për bukë, nga që ky vend është 000, nga që ky vend është narko shtet. Po pse, po si mund t'i hani këto herë? Si mund t'i hani këto idiotësira herë? Si ka mundësi? Ore mos votoni kur, mos votoni e mos votofshi për mua dhe për Partinë Socialiste. Po si mund shkoni mbas një të rojituri që i fiket llamba 3 herë në ditë tani më se dhe mosha tepër e thyer bën veten, edhe që vetëm i ka sjellë këtij vendi halle e rrëmuja e turbullira, e që si ka mundësi, unë se kuptoj. Qa kërkoni, nuk e marr vesh. Nuk e marr vesh. Doni më mirë, doni më shumë, normal fare.